Prokuroria Speciale ka reaguar për gërmimet që po zhvillohen në komunën e Zubin Potokut, ku dyshohet për varrez masive. Zëdhënësja e institucionit Arbnora Luta apelon për kujdes dhe përgjegjësi në publikimin e informacioneve. Konfirmim mund të bëhet vetëm pas përfundimit të ekzaminimeve mjekoligjore dhe identifikimit nga institucionet kompetente. Andaj, kolegë të nderuar, ju bëjmë thirrje të gjithëve, publikut, medjave, që të ruhen nga publikimi i çdo informacioni të pakonfirmuar në shenjë respekti ndaj viktimave, identitetit të tyre, familjarëve të tyre dhe të këtij procesi hetimor. Sipas Prokurorisë Speciale, procesi i gërmimeve po drejtohet në koordinim me Policinë e Kosovës dhe çdo rast i dyshuar për krime lufte do të hetohet deri në zbardhjen e plotë të fakteve. Në lidhje me rastin ka reaguar edhe Ministra e Drejtësisë në detyrë e Kosovës, Donika Gërvalla, e cila ka vizituar fshatin Kalludër e Vogël në Zubin Potok, ku po zhvillohen gërmimet për mbetjet mortore që dyshohet se u përkasin 23 personave të zhdukur gjatë luftës. Nuk është koha për spekulime, nuk është koha për fjalë të mëdha dhe zhurmë të madhe. T'i lëm profesionistët ta bëjnë punën e tyre edhe pastaj të shohim se kush ndodhet poshtë edhe a ka më shumë, a më pak apo se si do të vej puna. Sa kaq, 2 persona të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile rrezikojnë të mbeten në paraburgim. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës i është drejtuar gjykatës themelore në Prishtinë me kërkesë për saktimin e kësaj mase, ndërsa hetimet vijojnë.